Temperaturat e larta gjatë ditëve të verës mund të kenë ndikim të drejtë për drejtë te personat që vuajnë nga çrregullimet e shëndetit mendor. Sipas mjekut neuropsikiatër në Shkodër John Preçi, këta pacient janë më të rrezikuar nga ekspozimi i zgjatur në diell, pasi në shumë raste nuk e perceptojnë ose nuk e vlerësojnë siç duhet rrezikun që sjell nxehtësia e madhe. Një tjetër shqetësim lidhet me efektet anësore të medikamenteve që përdorin pacientët me probleme të shëndetit mendor. Gjithmonë ekstremet e temperaturave janë faktor që na precipitojnë krizat. Sidomos temperaturat e nxehta, sepse këta persona që kanë probleme kronike, shëndetin mendor, ekspozohen pa vetdije ndaj temperaturave të larta dhe pastaj ato sjellin çrregullime edhe në aspektin fizik, por që pastaj sjellin rëndim edhe të anës mendore. Efektet anësore të ilaçeve janë më të larta në kur personat kanë ekspozim dhe temperaturave të larta, ndaj çrregullimit të langjeve në organizëm, birësitja, vullimi i shtuar, temperatura lartë, janë një rreth vicioz për probleme që në tërësi sjellin një çrregullim edhe mendor dhe fizik të këta persona. Neuropsikiatrët u bëjnë thirrje familjarëve të tregojnë kujdes të shtuar ndaj personave me probleme të shëndetit mendor gjatë ditëve me temperatura të larta për të shmangur rreziqet për shëndetin e tyre.